Bashkia Vaudes ka hartuar planin social lokal 2025-2028 përpara miratimit në Këshillin Bashkiak, u zhvillua faza e konsultimeve me aktorë social, institucional dhe përfaqësues dhe ekspert. Ky plan ka disa faza, pra kalon në disa etapa dhe një ndër ato është gjithëpërfshirja. Pikërisht në takimi i sotëm ishte në kuadër të kësaj, pra gjithëpërfshirja ku pjesë të këtij takimi kemi përfaqësuesit lokal, të cilët janë përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të organizatave shoqërisë civile, janë stafet e bashkisë, janë komuniteti, të cilët sot në këtë takim shprehin ide dhe përshtypjet e tyre për përmirësimin e të gjithë pjesës së masave, por dhe aktiviteteve të cilat do përfshihen në këtë plan. Ky plan synon ngritjen e një qendre multifunksionale për familjet dhe individ në nevojë, zgjerimin e shërbimeve lëvizëse edhe në familje, promoshën e tretë dhe personat me aftësi të kufizuar, ngritjen e fondit social në nivel bashkie, si dhe e fuqizimin e grupeve në nevojë. Sigurisht në këtë plan janë adresuar të gjitha nevojat prioritare, duke përmend kështu aftësinë e kufizuar, sigurisht shërbimi në familje për të moshuarit. Ne në Bashkinë Vaudes kemi shërbime të cilat japim shërbim familje për fëmijët me aftësi të kufizuar, por dhe kemi qendrën Besa, e cila jep shërbim rezidencial për të moshuarit. Si do të fusim një shërbim të ri për të moshuarit, pra shërbim në familje. Gjithashtu prioritet në këtë plan është ngritja e një qendre multifunksionale. Plani social pas miratimit në Këshillin Bashkiak nis implementimin e tij në 3 vitet e ardhshme.